e të tjerë. Sepse duhet kuptosh diçka. Kurthet ose gropat duhet t'i bësh, po qëllimi është me plan B. Ata nuk kanë pas plan B. Dhe plani B ishte të rrëzonte Berisha. Nuk u arrit kjo gjë. Dhe unë po të bëj një pyetje aty edhe po të them shumë pyetje logjike. Në rast se Berisha e kishte në dorë Ina Ramën, do dita të dita thonte ashtu siç ata? Do logjika të thotë. Ti për shembull kur ke një alat, kur ti e din që i ke punë të mirë me atë, del publikisht dhe e shan? Jo. Edhe si kur ta bësh loj, të paktën nuk e shan në atë formë. Dhe ai e shajti. Jemi dakord këtu. Po çfarë do thotë kjo? Që e shau edhe? Mos thuajte, nuk ka rëndësi fjalin. E shajti, publikisht e shajti. Unë për shembull, ku kam një person edhe kam alat, nuk e shaj publikisht. Dhe madje edhe kur dua të bëj ndonjë shaka, prap nuk e shaj publikisht, e bëj shaka. Por ti kur e shan publikisht do thotë ke shkëput marrëdhëniet. Kush nuk e ka shajt Ina Ramën atëherë publikisht? Lulzim Basha. Kush nuk e ka shajt Ina Ramën atëherë publikisht? Edi Rama. A ka marrë spaku Ina Ramën në pyetje? A kanë zbardhur tabulat telefonike midis Edi Ramës? Ju thoni që duhet merret në pyetje? Urdhë? Ju thoni duhet merret në pyetje Ina Rama tani? Po ishte kryeprokurore, më valla kush do të merr? Unë edhe ti do merrem që s'kemi lidhje fare me janarin. Ora lidhin disa pyetje të natyrshme, jo të qenurit militant. Edhe një herë po ta them, vrasjet e 21 janar quhen vrasje, nuk quhen gjë tjetër, i quhen vrasje. Tani shkojmë te hetimi. Te hetimi 21 janarit. Dhe lidh pyetja, zotri, ke hetuar? Pra, hetojmë 21 janar me 4 të vra, po hetojmë edhe kryengritjen. Po ku do t'i gjej unë të prova? Nga 131 gjoja që janë gjetur aty, apo do t'i gjej nga tabulat telefonike? Pra, nga tabulat telefonike. Avokat, thuaj edhe diçka të fundit për ta mbyllur. Kjo do zbardhet ndonjëherë apo jo? Kur? 21 janari dhe kryengritja nuk do zbardhet kur. Dyshoj që një arrestim i mundshëm do të ndolli, por do të jetë për sy e faqe. Tani, por do të jetë një arrestim i mundshëm, po do jetë një arrestim i mundshëm, por kujdes këtu. Çfarë niveli? Niveli, tani e ka bërë veten politik, por ajo që unë dua të them është kjo. Një arrestim i mundshëm do ndodhi, por jam i bindur që do godas Partinë Socialiste arrestimin. Dhe nuk mundet më Partia Socialiste të thotë për 4 të vrarë, ku ndërkohë ka shërbyer vetë në Partinë Socialiste. Pra, nuk prisin arrestime politike, po në nivel strukturash drejtuese të institucioneve shtetërore. Ore, unë po të them që për 21 janar do kesh arrestim. Por ajo që do kuptohet qartazi, pavarësisht se do të thonë me vonesë, paku dhe kështu, arrestimi do të vijë për të dhënë mesazhin që ne po bëjmë hetim. Por tani, ky arrestim, a do të jetë një arrestim për të shfaqur si një dhënje drejtësie për 4 viktimat, apo do jetë një arrestim thjesht për të thënë që spaku i ri që i erdhi bomba në duart që mos t'i shpërthej, po bën një arrestim me prova, pa prova nuk ka rëndësi, ne po arrestojmë. Prandaj duhet them që unë mbaj rezerva, do ta analizojmë rastin e arrestimit, si do bëhet, por unë mendoj që arrestimi 21 janarit, mbaj mend këtu fjala kyç është që do ketë ngjyrë partjake. Arrestimi 21 janarit do të ketë ngjyrë partjake. Qa, blu apo blu? Jo, tani po të thash unë edhe, më fal, po të thënë edhe ngjyrën, pastaj mbaroj puna pastaj. Ç'a do të them njerëz tjetër pastaj? Avokat, duket se ai që do flasim, për sa i përket edhe viteve, do jetë akoma me kohë më të gjatë se ai që ka kaluar, se kjo çështje do marrë edhe shumë vite. Edhe unë të falenderoj shumë për bisedën. Po. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, por kjo ngjarje 21 janarit po nuk u hetua bashkë me kryengritjen, nuk zbardhet kur ngjarja.
Kur? Edhe sikur ti fuzësh ti 100 veta në burg, 21 janari nuk zbardhet, po nuk zbardh kryengritja. Këto të dyja shkojnë paralel. Dhe do thotë dikush kryengritja kërkon fakte, kërkon rezultat. Unë ju them, edhe të mbetur në tentativë quhet kryengritja. Por me kodin e ri penal, avokat, falenderoj shumë. Faleminderit, duke bërë. Faleminderit shumë.